Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi edhe sot në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Fillimisht dua të nis këtë rrugtim të bukur për të komentuar për një intervistë që në fakt e prisnim të gjithë sy e vesh të kuptojmë gjithçka nga ajo intervista. Edhe realisht ne arritëm të kuptojmë shumë çka. Arritëm të kuptojmë njëherë që Fifi, këngëtarja e madhe shqiptare, do të sjellë fillimisht një këngë solo. Do të thënë një këngë të cilën e ka bërë Mome për djalin e saj. Dhe më pas aty arritëm të kuptojmë që Egli Tako, tashmë bashkëpunëtore, kolege me Fifin, do të sjellin projektin bashk, por jo me njëherë në nisëm, por do të sjellin projektin fillimisht njëherë projektet solo që i kanë, do me thënë një këngë që kanë bërë vetë Fifi, vetë Egli, do të vinë së shpejti në treg, dhe më pas këtyre këngëve, pas lançimit të këtyre këngëve, të këtyre materialeve, do të vi projekti që Fifi dhe Egli e kanë të dyja së bashku. Do thënë bëhet fjalë për një projekt shumë të bukur, bëhet fjalë për një projekt fantastik, bëhet fjalë për një projekt i cili me patjetër do të mbërthej publikun për ekrani. Shoqëruese në këtë intervistë, ju e dini shumë mirë, do me thënë jeni të informuar, sepse moderatori i mirënjohur dhe shumë i respektuar për publikun shqiptar Labinot Gashi në Instagramin e tij, ka pas postuar fotografi që Egli dhe Fifi ikën dhe vizituan ateljen e Labit në Prishtinë. Do me thënë, më pas pam dhe fotografi nga momenti ku Fifi ka performuar live në emision, ku Egli e ka shoqëruar gjatë gjithë intervistës dhe gjatë gjithë punës që është bërë. Tani ka shumë pikpyetje dhe shoh shumë komente përse Fifi nuk e ka marrë Eglin në intervistë. Nuk do të thotë që Egli nuk ka dashur ta ketë, Fifi nuk ka dashur ta ketë Eglin në intervistë. Do me thënë në asnjë mënyrë, po thjesht Egli ka një kontratë mbi të cilën e ka me patjetër që ta respekton dhe ekskluzivitetet, normalisht që nuk do t'i jepte tek një kafe me Labin, por do t'i jepte në Top Channel, aty ku Egli ka kontratën dhe tashmë fatmirësisht të gjithë jemi mësuar se si shkojnë kontratat dhe se si realizohen ato. Dhe për këtë gjë do me thënë, Fifi ishte vetë në intervistë, por Egli e ka shoqëruar. Intervista është realizuar dhe është xhiruar një ditë para që se Egli të hudhte fotografin që ka qenë në SBS Studio, dhe do me thënë ka qenë bashkëpunëtore, shoqëruese dhe një mike, që vazhdon të jetë një mike shumë e mirë e Fifit. Fifi dhe Egli, nga mënyra se si Fifi mbrëm u përgjigj në pyetjet e Labit që me patjetër do donim të kuptonim kuriozitete, do donim të kuptonim sekrete, se si shkon marrëdhënia me Gjestin, a ka diçka që ka ndryshuar, a është marrëdhënia mirë, apo shkojnë gjërat siç duhet, a janë gjërat në nivel. Fifi e la të kuptohet që Egli është e jona më, edhe tani duhet ja mësojmë dialektin e Kosovës, duhet të ambientohet me ne, do me thënë është e jona, nën kuptojnë që edhe si pas Fifit edhe njeru dëshmua që marrëdhënia mes Eglit edhe Gjestit është një marrëdhënie e mirë. Tani kjo e jona ka dy kuptime. Kuptimin e parë është e jona sepse tani Egli do të zhvillojë më shumë profesionin e saj, këngët e saj, projektet e saj në Kosovë, nga që ka bërë bashkëpunime dhe kontrata pune dhe në Kosovë. Ndërsa e jona nuk kupton edhe për Gjestin, por të jemi koherent, edhe në takimin që Gjesti bëri me televizionin Top Channel në Goca dhe Gra, do me thënë u kuptua që Gjesti është bukur fort me Eglin. Tani e kanë këtë marrëdhënie në kuptimin që herë grinden, herë pajtohen, do të kanë qenë gjithmonë kështu, tërhiqe penin mos e kput, por gjithsesi do me thënë është një marrëdhënie shumë e bukur, është një marrëdhënie tepër e ëmbël. Nuk ka një fotografi, por nga Fifi u la të kuptoj që është bërë e jona dhe në mënyrë tradicionale, fjalën tashmë kjo është e jona,
ne e përdorim kur e marrim një nuse, në mënyrë tradicionale ne kështu e përdorim këtë fjalën. Tashmë kjo është e jona. Unë jam shumë i bindur që Fifi ka raportet mira edhe me Gjestin, pasi që Fifi ka raportet mira me Ylli Limanin, Fifi ka raportet mira me gjithë artistët, pa marrë parasysh se kush studio ndjekën rrugtimin e Fifit, por në mënyrë tradicionale ne e shohim që në fakt fjala kjo është e jona, ne gjithmonë e kemi marrë që është si nuse. Dhe kështu le ta kuptojmë, le të jetë Egli nusja e mrekullueshme, nusja e dashur e Kosovës. Do të thonë Fifi foli me shumë pozitivitet, me shumë energji të mirë, ajo që në fakt të gjithë ju interesonte, e la të nënkuptuar si puna e Gjestit, në anën tjetër Gjesti e la që do me thënë janë në një marrëdhënie, por që të dy janë të fokusuar në interesin e tyre kryesor. Në fakt interesi i tyre kryesor është të shfrytëzojnë këtë rrugtimin, të shfrytëzojnë këtë rrugën që e morën si një dhuratë nga televizioni Top Channel dhe i arritën qëllimin e tyre dhe sot janë këtu ku janë. Janë në këtë kënd, janë në këtë pozicion, janë në këtë sukses. Dhe besoj që edhe Egli, edhe Gjesti do t'i bin këngët po në të njëjtën kohë. Në videon e radhës unë do t'jap informacione se si do të shkon projekti me Eglin, por fillimisht do të qëndrojmë te Fifi. Fifi foli me shumë kënaqësi, me shumë respekt për marrëdhënien që ka krijuar me Eglin, për afrimitetin që ka krijuar me Eglin, për dashurinë që ka ndaj Eglit si njeri, si personalitet, si individ, si shpirt i bardhë që është Egli, dhe në fund e la të kuptoj që kjo është e jona dhe në këngët tradicionale të Kosovës, fjala e jona përdoret për nusen. Por edhe në këndin tjetër ne mund ta marrim që e jona është sepse tashmë Egli do fillon të kalon më shumë kohë në Kosovë, duke përgatitur projekte, duke përgatitur këngë e gjithçka të re. Do me thënë, puna e punuar me shumë intensitet, me njerë pas përfundimit të Big Brotherit, do me thënë po shpërblehet me një sukses goxha të madh, do të presim me shumë dashuri, shumë këngë, do me thënë do t'jetë një verë e mbushur me shumë projekte, nga Egli, nga Fifi, nga Gjesti, dhe me kënaqësi dhe me zemër, unë kam parë edhe bindjet, do me thënë çfarë thot astrologjia për shenjat e tyre, konkretisht për Gjestin dhe për Eglin thonte që do të kemi një lidhje goxha të mirë në shenjat e tyre, por do ta kuptojmë në ditët në vazhdim.